Selamu alaikum, deshta me të pyeta është gjëna me mjell lula të varri nanës. Aleikum selam, rahmetullah. Nuk është kjo traditë e islamit, as traditë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Neve kur shkojmë të varrizat shkojmë për dy gjëra. Për ta kujtu vdekjen, pra me marrë mësim për vete, dhe për t'i ba dua, për t'i dhënë selam të vdekurve. Për asgjë tjetër. Çdo qëllim tjetër që largohet nga ky shënim ose këto dy urtësi të vizitës së varrezave, konsiderohet mas paku bidat e mund me kalun haram. Tradita mbjelljes së luleve nuk është traditë islame. Ata të cilët nga fe tjera që nuk din me bo dua, që nuk kanë shpresë të mëshira Allahut, të lutjet, i zëvendësojnë edhe ngushëllojnë veten përmes mbjelljes së luleve. Mbjell lule në zemrën e babës dhe të nanës saj që e gjallë. Ajo pasaj të vorri me lule qoftë plastikës ose edhe nëse janë të vërteta, s'ka dobi vdekur e asgjë. Përkundrazi, mas pako që thejme është bidat, diçka shpikur në fe. Nuk është pjesë e islamit as e mësimeve tona, prandaj këshilloj që më largu prej këtyre gjërave e mos më mashtru me këso veprime e në anën tjetër mos me bo dua për prindin, mos me qu selam prindërve, përmes lutjeve, përmes sadakës, përmes adhurimeve që bëhen për shpirtë të tyre.